nuk ka ndryshuar asgjë. Ajo që mund t'ju them qytetarëve të Kosovës është shumë e thjeshtë. Ne jemi në një seancë konstituive me shumë vonesë të madhe. Konstituimi i kuvendit është dashur të ndodhë menjëherë pas certifikimit të rezultateve. Nuk ka asnjë arsye dhe asnjë justifikim për këtë shtyrje. Kosova nuk ka as kohë e as energji me humb me lojra dhe me pazare politike. Ajo që mund t'ju them është se Aleanca për Armërinë e Kosovës padyshim që do të ndihmojnë konstituimin e institucioneve, por në anën tjetër ne kemi një qëndrim publik politik i cili nuk ndërlidhet në asnjë moment me çështje që dojmë të kemi në hisën qeveri, apo që synojmë me pas diçka ngjajshëm. Brenga jonë, shqetësimi jonë është se Kosova është ka humb, Kosova është ka shkon mrapa, Kosova është duke u degradu në çdo mazë, është jetike konstituimi i zonave të Kosovës. Në gjitha këto procese ne do ta luajmë rolin tonë të përgjithshëm politik, me 6 pikat që i kemi, një ndër to është edhe çështja e gazit amerikan, po edhe pika tjera. Do të marrim pjesë procesin e konstituimit të kuvendit si gjithmonë dhe do të shkojmë tutje të shohim se çka do të ndodhë andaj. A do të bëni kandidatin për kryetar të lëvizjes vetëvendosja? Lëvizja vetëvendosje ka shumicën e vet dhe ne nuk jemi as pjesë e një marrëveshje të tillë dhe as pjesë e një diskutimi për këtë çështje. Ata vetëse shihet që i kanë 61 vota. Qëndrimi jonë është shumë i thjeshtë. Mos e bllokoni Kosovën. Shihni ku jemi ardhur, që 2 vjet me ushuz detyrës. A kuptoni që sot në ditën e konstituimit në ulsen e ministrave ulën ministrat të cilët janë edhe deputet. Kjo shkelje e ligjit. Nuk guxojmë të shkojmë këtë rrethon. Kryetari i vetëvendosjes Salmi Kurti ka deklaruar pas takimit të parë me Abdul Xhikun se do të ishte mirë që edhe Aleanca për Armërinë e Kosovës të përgjigjej pozitivisht ftesës së tij për një takim. Nëse ju thret sërish gjatë këtyre ditëve para se të vinë në kuvend çështja e presidentit, a do të merrni pjesë në takim? Ai do të ishte mirë të përgjigjet në pyetjet, respektivisht në kërkesat tona që nuk ndërlidhen me hisën qeveri. Në një kryeministër i përgjithshëm i cili sheh në publik një platformë programore që është e mirë e Kosovës, do duhet përgjigjes tash e sa që një muaj që ne kemi prezentuar këto pika. E unë për pyes kryeministrin e Kosovës dhe lëvizjen vetëvendosje, a më tregoni cila pikë është e dëmshme për Kosovën 6 pikat tona? Veç një. Po i themi lidhe Kosovën me gazin amerikan se na ndihmon në qëndrueshmërinë energjetike. Po i themi shko investo në termoelektrana për shkak se kjo na forcon qëndrueshmërinë dhe fuqinë politike strategjike të Kosovës së Veriut. Po i themi ngritë pragun e TVSH-s. Çeo frymen me qindra mijë bizneseve, pe 30.000 në 100.000. Po i themi mos e tatimo tokën bujqësore se kjo i ndihmon bujqëve, prodhimit Kosovës. Po i themi krymo këto rrugë. Përfundoj këto rrugë, këtë infrastrukturë rrugore se u bllokush qytetari i Kosovës kur të niset gjithandej Kosovës. Dhe në fund po i themi garantoni investim në kryeqytetin e Prishtinës për shkak se kryeqyteti i Prishtinës është epicendra e qytetarëve të Kosovës, që nuk ka të bëjë me investime aty këtu, ka të bëjë me investime dhe planifikime të mëdha që i çojnë frym Kosovës. Ju faleminderit shumë. Po,